Zoti Selimi s'ka pasur asnjë rol në përgatitjen e këtyre dokumenteve. Provat në vetvete nuk e mbështesin as pak ekzistencën e një plani të përbashkët për të shënjestruar në mënyrë të palishme oponentët. Argumenti kryesor i prokuros, që gjendet në paragrafin 67 të dosjes, është që komunikatat kishin një qëllim të dykaht. Ishin si udhëzime që u shpërndashin komandantëve të zonave që të shënjestronin bashkëpunëtorët, por shërbenin si paralajmërim për oponentët e mundshëm dhe ata aktual. Megjithatë, asnjë nga këto qëllimet nuk mbështetet as me logjik dhe as me provat e prokurorisë. Argumentet e ZPS-s lidhur me NKP-n janë nuk kanë logjik, nuk janë në përputhje, janë të pabazuara, pavarësisht fjalëve që thot prokurori, që mbështeten në fajin për shkak të njohjeve, përgjegjësinë penale, po këto janë tërësisht spekuluese, të pabazuara dhe nuk mund të mbështeten në deklarata publike edhe në pretendime që në fakt nuk i maskojnë dot pasaktësitë e tyre.